Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim, unë quhem Bruna. Sot do përgatisim një kek të thjeshtë. Atëherë për kekun do na duhen 6 të bardha veze, vezet janë mesatare. Kemi ndarë veçantë të kuqet dhe të bardhat dhe të bardhat do t'i rrahim bashkë me 6 lugë sheqer. Do t'i rrahim për rreth 5-6 minuta duke shtuar sheqer her pas here, derisa të na formohet një masë homogjene. Pasi ti kemi rrahur mirë, të kontrollojmë nëse masa na bien. Nëse masa nuk bien, atëherë vezët janë rrahur mjaftueshëm. Të kuqet e vezëve do t'i vendosim në një enë pak më të madhe dhe do t'i rrahim për rreth 2-3 minuta, derisa do të bën pak kremoze. Pasi rrahim të kuqet, i bashkojmë me të bardhat dhe me anë të një luke, jo me mikser, mos harroni gjithmonë sepse nëse përdorni mikserin, atëherë masa do bjerë. Kështu që do përdorim një lugë në mënyrë të ngadaltë dhe do ta përziejmë derisa të bëhet kremoze. Më tutje vazhdojmë, do shtojmë edhe miellin. Këtu kemi gjithashtu 7 lugë miell dhe miellin do ta shtojmë ngadalë. Miellin e kemi situr, mos harrojmë. Dhe duke përzierë ngadalë, duke shtuar miell. Më shkruani në komente, keni provuar ndonjëherë ta përgatisni kekun pa vaj, pa gjalp dhe pa qumësht? Do isha shumë e lumtur ta dija. Më tutje, pasi kemi përzierë, do shtojmë edhe 2 lugë të vogla pluhur pjekës. Gjithashtu masën do ta përziejmë mirë në mënyrë që pluhuri i pjekës të shpërndahet. Gjithashtu për kekun do na duhet një portokall. Portokalli do t'i marrim pak lëkurën për shije, për aromë dhe lëngun e saj. Atëherë miq, jemi pothuajse në përfundim të recetës. Do përgatisim lëngun e portokallit dhe do ja shtojmë masës që kemi përgatitur. Mos harroni të bëni like videos nëse ju pëlqen mënyra e përgatitjes. Unë këtu kam përdorur një formë torte, ju mund të përdorni edhe një tepsi të vogël, mesatare. Kështu që nuk është problem. Shtojmë pak vaj dhe vajin do ta shpërndajmë mirë në mënyrë që keku të mos gjisë. Pasi kemi shtuar masën, me anë të një luge do ta shpërndajmë mirë dhe keku është gati për pjekje. Mos harrojmë që për pjekjen unë zakonisht e vendos në furrë me 170 gradë, kështu që kontrolloj një herë pas here derisa ajo të marrë ngjyrë. Kjo pra miq është rezultati. Është e butë si sfungjer, ashtu sikur duket dhe në pamje, është po aq e shijshme. Kekut lart i shtojmë edhe pak pluhur sheqeri dhe kjo ishte receta miq. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni kanalin t'i bëni subscribe për ju që jeni për herë të parë dhe bashkë do shihemi me recetat e tjera. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.